Edhe të rinjtë e Forumit Rinor Euro-Socialist të Shkodrës janë organizuar një protestë paqësore në ditën kombëtare të rinisë. Fresh zgjodhi të njëjtin vend me të rinjtë e FRPD që ishin përpara Bashkisë Shkodër, por me një objektiv tjetër, për të thënë se kryetaria e Bashkisë Voltana Ademi nuk po respekton kontratën sociale me 5 pika e firmosur me 23 maj të 2015. Kryetari i sapo zgjedhur i Fresh, Erion Metushi, daljen e parë publike zgjodhi ta bëjë me deklaratën kundër kryebashkiakës. Dita në të cilën kërkojmë përmbushjen e disa të drejtave të rinisë. Fresh Shkodër sot do të rikujtoj kryetarës së Bashkisë Shkodër kontratën sociale që ka firmosur me datë 23/05/2015 për plotësimin e 5 pikave kyçe që Rinia Shkodër ka kërkuar. Rinia kjo e forume politike dhe jo politike. 1. Hartimi i planit lokal për rinin. Ngrita një qendër multifunksionale rinore, krijimi i bizneseve inkubatore për rinin, krijimi i programeve të specializuara për trajtimin e problematikave sociale të rinjve, zhvillimi i teknologjisë së informacionit online. Sot, me datë 8 dhjetor, me këtë çardhje, në ditën e rinisë, gjejmë veten të gjithë ne si rini në kushte e paplotësimit të asnjë prej këtyre pikave. Kontrata sociale duhet të jetë një detyrë kryesore për kryebashkiaken Ademi, thot kryetari i Fresh. Kjo kontratë sociale e firmosur nga zonja Ademi duhet me do e mos të shihet si një ndër detyrat kryesore të kryetares së Bashkisë Shkodër dhe të mbajë zotimin e saj përpara të gjithë rinisë shkodrane. Zonja Ademi ju kujtojmë premtimet për rinin shkodrane si pjesë më të rëndësishme dhe forcë më energjike e shoqërisë tonë. Të rinjtë e Fresh kanë qëndruar për pak minuta në sheshin përpara bashkisë në shenjë proteste për mos respektimin e kontratës sociale nga Bashkia e Shkodër, duke zgjedhur kështu një mënyrë tjetër për të kujtuar 8 dhjetorin, ditën kombëtare të rinisë.